Dita 14, qëndresa në mes të sfidave. Leximi i ditës, Veprat e Apostujve, kapitulli 14, vargu kyç. Duke fuqizuar shpirtrat e dishepujve dhe duke i këshilluar të ngulmojnë në besim, dhe duke thënë se me shumë pikëllime duhet të hyjmë në mbretërinë e Perëndisë. Veprat kapitulli 14, vargu 22. Shpjegimi. Kapitulli 14 na tregon përballjen e ashpër të Palit dhe Barnabës në Lister. Fillimisht u adhuruan si perëndi për shkak të një shërimi, por shpejt e njëjta turmë u kthye kundër tyre dhe e vran Palin me gur, duke e lënë si të vdekur. Por mrekullia ndodhi. Pali u ngrit dhe u kthye në qytet. Mesazhi i tij ishte i qartë. Rruga drejt mbretërisë nuk është pa shtrëngime. Ne kemi nevojë për qëndresë dhe forcë nga fryma, për të mos u dorëzuar kur gjërat bëhen të vështira. Lutu me mua. Lutja e reflektimit për ditën 14. O Zot Jezus, unë të falenderoj Ty që Ti je forca ime në kohë shtrëngimi. Faleminderit për shembullin e Palit, i cili nuk u ndal as nga gurët dhe as nga persekutimi. Unë rrëfej që shpesh dekurajohem nga kritikat e vogla ose dhe nga pengesat e jetës. Të lutem më fuqizo shpirtin sot. Më ndihmo të ngulmoj në besim edhe kur rruga është e vështirë. Më kujto se çdo vështirësi është një hap drejt mbretërisë tënde. Më jep guximin të ngrihem përsëri pas çdo rrëzimi dhe të vazhdoj misionin tënd me gëzim. Amen.